Kryebashkiaku I arrestuar I Tiranës, Erion Veliaj, raportohet të ketë thënë në seancin e së premtes se burgosja e tij ka sjell pasoja të rënda për kryeqytetin. Vënia e njerëzve në detyra kur nuk plotsojnë kriteret, jo vetëm tek unë, por tek Bashkia e Tiranës, ka sjell pasoja të rënda, është mësuar të ketë thënë Veliaj. Erion Veliaj nuk është se I ka sjell ndonjë dëm të madh Tiranës. Ai thjesht dhe vetëm është hetuar dhe arrestuar për 13 akuza të rënda penale. Dëmet do shihen gjatë gjyqit penal, të cilit I shmanget, por shkon si ka poshtë në gjyqe administrative kundër prokurorit, të cilin e ka sulmuar dhe akuzuar edhe me mashtrime. Veliaj nuk është se e ka shkaktuar dëm Tiranës, atij vetëm janë gjetur vila, apartamente, të cilat mohonte t'i kishte, si dhe ka 9 akuza për korrupsion. Madje Veliaj ka qenë aq I padëmshëm për Tiranën, sa që paguante kompanitë e bashkëshortes së tij apo të njerëzve të saj dhe madje të gjithë aparat përfundonin në OJF-t e bashkëshortes së Veliajt. Kaq I padëmshëm është Erion Veliaj për Tiranën. Pjesën tjetër e shohin qytetarët. E vërteta është që Erion Veliaj nuk është I pandehur për dëmin që I ka shkaktuar Tiranës, por për më shumë dëme që ka psuar Tirana nga ai si kryebashkiak, që sot edhe pse mban postin e kryetarit, në burg akuzohet për 13 akuza të rënda penale. Erion Veliaj pretendon që po të mos jetë ai kryetari I Bashkisë Tiranë, bëhet nami. Në fakt, dëmi I Bashkisë së Tiranës I është shkaktuar nga Erion Veliaj, I cili ka marrë peng institucionin e bashkisë. Veliaj ka marrë peng bashkinë me vendimin e tij për të mos dhënë dorëheqjen dhe për t'u lidhur pas karriges, me idenë se do shpëtojnë nga dënimi apo ta shfrytëzojë për të sulmuar gjyqtarët. Bashkia e Tiranës nuk është pronë një zdromsi, ai thjesht e pengon dhe e mban të bllokuar, duke e mbajtur të lidhur me qelinë e Durrësit, me karrigen e kryebashkiakut. Nëse Erion Veliaj do të kishte dhënë dorëheqjen, në Bashkinë e Tiranës do të kishte pasur zgjedhje, do të kishte një kryetar të ri dhe puna në bashki do të vijonte. Jeta vazhdon me apo pa Erion Veliajin.